Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Plasëmi në ferm, Blerina shpërthen ofendime të rënda drejt bujakës. Tensionet duket se kanë arritur kulmin brenda shtëpisë në ferm, duke sjellë një përplasje të ashpër. Protagonistë të këtij momenti kanë qenë Blerina dhe bujaka, të cilët janë përfshirë në një debat me njëri tjetrin, i cili ka degraduar në përdorimin e një fjalorit të papërshtatshëm. Në pamjet që po bëjnë xhiron e rrjetit, shihet qartë gjendja e rënduar e Blerinës. Në kulmin e acarimit dhe teksa refuzon komunikimin e mëtejshëm, ajo i ka kërkuar vazhdimisht konkurrentit që të largohej nga prania e saj, ndërkohë që ndodheshin në tavolinën e ngrënies. Megjithatë, situata ka dalë plotësisht jashtë kontrollit kur ajo ka kaluar në ofendime personale. Fillimisht, pasi ka përsëritur disa herë fjalën largohu, Blerina është dëgjuar të drejtohet në zë me fjalët e rënda të ropt. Më pas, ajo i është rikthyer sërish duke i thënë të njëjtën fjalë dhe duke i lënë fjalim përgjysëm, por me një nënkuptim mjaft të qartë për të gjithë të pranishmit dhe publikun që po ndiqte dinamikën. Kjo ngjarje ka ndezur menjëherë një valë reagimesh nga ndjekësit e formatit, duke ngritur pikpyetje mbi tolerancën ndaj gjuhës së përdorur në këtë përplasje.